Baba im. I plagosuri po reagon. Mos më lër, baba. Ozan, të lutem mos u dorëzo. Gjithçka do të shkojë mirë, të premtojmë ty. Zotri Tarik, përshëndetje, si jeni? Faleminderit, po ju si jeni? Unë jam mirë, jam nga fqinjet e zonjës Gjylide. U takuam në koktej herën e fundit. E mbaj në mend, më kujtohet. Më vjen shumë keq, kam një punë shumë të rëndësishme. Më falni, ju lutem. Tarik, shpirti im, Tarik, eja këtu. Dëgjoj, dua të them diçka. Ai zotëria atje, zotëria tem, është këshilltar në ministri. Më dëgjoj, bëhu mik me të menjëherë. Menjëherë ngjitu si një rrodh. Bëje për vete, bëhu miq në rregull, bëj diçka. Po shkoj në shtëpi, Sibel. Çfarë do të thuash që po shkon në shtëpi? Po tallesh me mua. Tarik. Tarik, eja këtu? Me kë po flasun? Tarik i dashur. Prit se ke për ta parë, ti ke për ta parë. Jo, nuk është as në kuzhinë. O zot, o zot. Nuk është në kuzhinë, as në domën e ndenjës, as në kopësht. Ku është kjo vajzë? A ke telefon, motër? Telefonoj. Ja, me njëherë. Berçin, çfarë ke? Ku është Ozani? Nuk e dinë, nuk mund ta gjej. Edhe fustani u prish Çfarë fare. të thuash se nuk mund ta gjeje? U lodha duke u marrë sa me ty, sa me baban tëndun. Ndoshta ka shkuar në dhomën e tij ose diku. Telefonoj. Alo? E kapi. Asla, ku je ti shpirt? S'lam vend pa të kërkuar ty së të gjetëm askund. Jam në ambulancë të zënuran. Në çfarë ambulance, moj? Çfarë? Çfarë ambulance, motra Nuran? Zemër, çfarë bën ti në ambulancë? Ja, Ozani pësoi aksident me motor. Thirrë me njerë një ambulancë. Po shkojmë në spital tani. Gjendja e tij nuk është fare e mirë, është pandinja. Vajza ime? Shpirt mirë je ti? Je mirë apo jo? Ozani pësoi aksidentin, unë mirë jam. Po përpiqemi ta çojmë në spital tani. A mund t'i tregosh familjes së ti? Në rregull? Në rregull, shpirt, në rregull. Bëj kujdes, vajza ime. Thot t'i tregojmë familjes së ti. E ja, shkojmë atëherë. Hajde. Ozan. Dura. Gjylide, është sejta ime pjekët. Përgjigjet, po shkoj të shoh në dhomën e tij. Gjylide? Çfarë ndodhi? Eja shpejt. Ma sill makinën shpejt. Gjylide? Gjylide? Çfarë po ndodhi, dashur? Çfarë ndodhi? Ç'ke kështu? Ozani ka bërë aksident. Çfarë aksidenti? Si është? A është mirë ai? Nuk e di, po shkojmë në spital. Mirë, dashur, në rregull, po i telefonoj Tarikut, do të vim edhe ne në spital. Po zotë lutem mos lejo që të ndodhi diçka Ozani. Ritra, vajza ime, Ndodhi diçka duart Ozani. edhe këmbët më janë pirë. Alo, Tarik? Motër, duhet të shkojmë edhe ne në spital. Aslı është atje vetëm, ajo nuk e di rrugën. Aha, sa e friksuar duhet të jetë. Prit, Jusufi sigurimit, po i telefonoj atij të na çoj. Me siguri do të na çojnë ai. Alo, Jusuf, a mund të na çosh ne deri në spital? Ozan, a i mirë? Ozan, hapi syt, Ozan. Ozan, të lutem, hapi syt. Mos na pengoni. Qëndro këtu, të lutem, mos më pengo të bëjmë punën tonë. Të lutem. Infermiere, thuaj diçka, është mirë ai.
është djali im? Ku është? E quha në sallën e operacionit. Pak më parë. Në rregull, zemër, në rregull, qetësohu. Është e qartë se vajza nuk dhe asgjë. Doktor, unë jam nëna e Ozanit. A është Zonjë, mirë? ju lutem qetësohuni, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Ai mori trajtimin e duhur në kohë. Le të pushoj pak, pastaj mund ta shihni. Faleminderit Zot. Qoftë e kaluar. Faleminderit Zot. Asla, vajza ime, a je mirë shpirt? Mirë jam në shpirt, mirë. Edhe Zani është mirë? Oh, faleminderit Zotit. Faleminderit o Zot. Hajde të shkuara qofshin. Faleminderit shumë, doktor. Faleminderit shumë. Qoftë e kaluar. Faleminderit. Unë e kam fajnë, Mimtaz. Unë e kam fajnë. Zhilide, shtejta ime. Të lutem, mos e fajso vetëm për këtë. Në rregull, të lutem. Sigur të mos i kisha thënë ato gjëra. Po sigur ti ndodhte diçka ati. O Zot, unë do kisha vdekur. Pra Asla, nëse nuk do të kishe qenë ti atje, nuk më nxegoja ta them, por nëse nuk do ta kishe thirrur ambulancën ti, ndoshta djali nuk do të kishte shpëtuar. Çfarë po thoni kështu, teze? E po, është e vërtet shpirt. A të falenderuan ty? Ai shpirt. Ajo grua ishte dërmuar fare, a do mendon të falinderimin? E vërtet në fakt. E po mirë ja flas kot edhe unë. Unë bëra gjithçka që munda. Kush do qoftë do e kishte bërë të njëjtën. Tani që Zani është mirë, kjo është më e rëndësishmja. Vajza ime e dashur. E she, si mund të mos jem krenare për këtë vajzë? Të lumt vajza ime ty. Por je shumë e lodhur, je e raskapitur. Hajde të shkojmë në shtëpi dhe të pushojmë pak, në rregull? Në rregull, në shpirt. Të shkojmë. Hajde tani. Ai në cilin ka tha vajza atë sporteli? Kati i tret. Hajde. Jo, unë do të shkoj nga shkallët. Prit, po vjen, në rregull Berçin, ja, erdhi. Hajde të shkojmë, o Zot, të lutem. O Zot, vazhdon të shkoj lart e poshtë, nuk ndaloj as pak. Shikoje çfarë po ndodh këtu. Mos ndoshta është prishur. Hajde të zbresim nga shkallët, çfarë të bëjmë? Hajde ja shpirt. Hajde nën, hajde lëviz. Në rregull? Nëna e mirë? E dije, mos të morën mend prap. Mirë, ja mirë. Hajde të shkojmë. Hajde ja. Shkreta,
Sa e shkatruar ishte nëna e tij. Unë, nëse nuk do të kisha mbërritur në kohë, do t'i kishte ndodhur diçka djalit të saj, edhe ajo grua dhe Gjorë do kishte vdekur. Sa e tmerrshme. Pra, o zani, bëri shumë sakrifica për regjistrimin tënd të shkollës. Kështu e pas ka bindur në nënën e tij. Unë mendova se ishte profesor Taroku ai që të ndihmoi. Jam e befasuar. Ja, po të them se ai djalë pësoi aksident. Mezi arrita ta çoja në spital me ambulancë, i shpëtoi vdekjes. Kam gjysmë orë që po të flas për këtë kurse ti je fiksuar vërtet pas kësaj? Pse e zemruar? Shiko këto, mos po t'lindi ndjenja për Ozanin ty? Ajo, kemi një orë që nuk kemi folur për asgjë tjetër përveç Ozanit, nëse ke vend re. Mos fol budalla që? Kalova gjysmën e ditës nëpër ambulancë e spitalit që nga mëngjesi. Shpretet të them tani unë ty, të flasim për gjërat e kota. Sigurisht që për këto gjëra do të flas. Mirë pra, qetësou, nuk thash gjë. Zhilde, folon me mjekun. Do t'i japin disa qetësues dhimbjesh dhe do ta lëshojnë nesër në mëngjes. Thanë se nuk ka nevojë të presësh. Unë nuk do e lë djalin tim këtu, unë nuk shkoj askund. Shpirt, thanë se djali duhet të pushoj. Pra thjesht po përsëris atë që tha mjeku. Nuk e lë djalin tim dhe nuk shkoj askund, Mumtaz, të mos e debatojmë më. Në rregull, Zhilde, në rregull. Ti mund të shkosh nëse do. Në rregull. Më tregon nëse ndodh diçka. Në rregull? Hajde shihemi. Baba im. Unë këtu jam shpirti nënës. Këtu jam unë. Tarik shpirt. Sa është ora, më thuaj, hajde të shkojmë tani. Merreni makinën ju dhe shkoni. Do të marr taksi për të kthyer. Merre Berçinin me vete. Unë nuk do të vi. Unë dua të ri këtu derisa Ozani të shërohet. Thanë se është mirë, moj vajzë. Do ta shohësh nesër. Hajde, Tarik, të lutem. Sibel, të thash të shkosh. Miqtë tanë kanë nevojë për ndihmë. Si mund t'i lëmë në një situatë kaq të vështirë, më thuaj? Në rregull, shpirt, mos u zemro, ke të drejtë. Si e ka gjendjen Mumtaz? Gjajimi Mumtaz, a është mirë Ozani? Nuk është në gjendje kritike. Jo, më i bi, jo. Vetëm disa gërvishje të vogla. Thonë se do të dalë nesër në mëngjes. Sa u lehtësova, shqyr zotit. Unë po shkoj, a do vini ju? Po, Zhylide? Ajo do qëndroj me to. Hajde të shkojmë edhe ne tani. Hajde, Berçin. Në rregull, eja të vizitosh nesër kur të dalë nga spitali. Hajde. Hajde, Tarik. Tarik, eja shpirt. O, Zot, çfarë të bëj unë? Pse e sollet arrëkun në jetën time? Pse tani? Hedie, çfarë ke kështu? Jo, asgjë, çfarë të ke motër? Vajzë të ka ikur ngjyra e fytyrës. Ashtu, do e ketë shkaktuar diçka. Më ishte prishur stomaku, ndaj doja të bëja pak çaj me mend dhe limon. Vetëm kjo është, isha duke e bërë çajin. Prit, u luti, ta bëj unë çajin me mente dhe limon. Hedie, po e mundon shumë veten më i grua. Dhe pastaj nga këto të trazohet stomaku. Dëgjoj, mos bëj kështu, do ta shkatrosh vërtet shëndetin. Pastaj do të më duhet të merrem dhe me probleme dhe me sëmundje.
Hedie? Çfarë ke bi? Hedie? Kush? Jo, asgjë, valla, unë vetëm pash një ëndër të keqe mbrëm. Më duket se jam ende në efektin e saj, se s'ka asgjë tjetër. Eylül, a e pe posteri në hyrje të lagjes ti? Jo, çfarë posteri? E po, do të ketë koncert ose diçka e tillë për vitin e ri shkollor, do të vinë këngëtarë dhe grupe. Dëgjoj, merre Aslën me vete dhe shkoni të dyja bashkë, ha? Do të argëtojni shumë bi. Do të largoheni pak nga problemet, do të ishte mirë. Wow! Asla, shiko kush po vjen! Ai, shiko e pra! Ai, po? Asla, shiko, pa tjetër duhet të shkojmë këtu. Si do qoftë, s'ka gjë ndrova mendje. E pra, nuk duket sikur ja vlen në gjitha tur. Do ishte mirë sa për ndryshim, vajza ime. Nuk ke mundur të relaksohesh për një kohë të gjatë. Dy kushurira shkoni dhe argëtohuni. Seriozisht e Lul, do të ishte fantastike dhe do argëtoheshim. Baba, do të vendosim dy karike në park dhe do të argëtohemi, çfarë të keqe ka? E pse u dashka të shkojmë të ngatrohemi me ata të rinj pasanike të llastuar? Nëse, unë po shkoj ta marr çantën e ja dhe ti. Në rregull, po vi. Asla, hapa të njoftimin e koncertit në telefonin tënd? Hape. Ndërroj mendje sepse ishte shtrenjtë apo jo? Ta shoh? Asla, hajde! Erdha? Aslı! Merri këto para, shko me Eylülin dhe bli bileta. Kaloni ditë të bukur, por mos i thuaj që ti kanë dhënë unë këto, përndryshe nuk do të vi, në rregull? Vëlla, as ti nuk u përre rehat, apo jo? Vajz, më dëgjo, vetëm kaq kam, por shpresoj të më njaftojnë, merri. Futi në xhep, ja dhash unë, në rregull? Jo, vëlla, nuk pranoj kështu. Leri të thash. Vëlla, të lutem vetëm kur të vdes unë. Mos fol kështu, mos macaro. E urreja të shprehje. Në rregull, unë ja dhash. Hajde bi, shko tani. Vëlla, të lutem, merri edhe këto. Nuk mundet të thash. Vëlla, të lutem. Mos u grindni. E rregulloj unë pjesën tjetër. Shihemi. Ozan? Ozan? Zonja infermiere, a e keni parë djalin tim? Është djali i ri, po qëndronte në atë dhomë. Jo, nuk e kam parë. Ozan? Ozan! Çfarë po bën ti këtu? Pse ke ikur ka qerët? Atë kanë nxjerrë nga spitali? Ashtë të duhet ty? A nuk eshe? Shiko punët e tua. Shikoj këtë? Shiko njeriu për cilin ke menduar gjithë natën. Njeriu të paktën do të thoshte mirë jam, ose si e? I pa shpirt. Mendova se ishte ndryshe nga të tjerët. Edhe ky që ka gjësoj. E ja. Nuk e di kush është ajo vajza, Pelin. Është nga lagja jonë, është ajo që e shpëtoi Ozanin. Do doja ta kisha parë të dilte nga shtëpia, do ta kisha ndjekur. Por të them diçka, nuk është fare e rëndësishme, as që më intereson. Për sa kohë që Ozani është mirë, vetëm kaq dua. Kisha shumë frikë se mos i ndodhte diçka. Ozan? Kjo është Ozani? Kur doli nga spitali? Pelin, unë po e mbyll telefonin. Pelin, duhet të shkoj te Ozani, duhet ta mbyll telefonin. Në rregull, shihemi.
Ata po shpifin për ty. Ti nuk do të tradhoj anën time. Dhe nuk e ke bërë. Ata vërtet po gënjejnë. Nuk na gënjeve kur dhe nuk do na gënjeje kur. Ozan? A mos je duke shkuar? Qa bën ti këtu, Berçin? Ashtu dera ishte hapur. Mendova të hyja. Ozan, shiko, a je mirë? Neve na friksove shumë. Ja mirë, Berçin, s'kam asgjë. Tani më fal, kam nevojë të mbledh veten. Ozan, mos shko. E di, është krejtësisht normale që nuk do të qëndrosh këtu, pavarësisht asaj që ke kaluar. Por më mungon shumë. Dua të them, neve miqve tona mungon shumë. Po vdisja, zotër Jashar. Po përpiqesha të marrë frym, por nuk mundesh as pak. O, zot! Fillova të humbisja vetë dijen. Gjunjt më pren, nuk i ndjeja. Thash me vete, ka që pata. Zotri Tarëk, mirë se erdhët. Aslëja jon i shpëtoi jetën zotrit Tarëkut, Nuran. Po, u shemba para shtëpi, zonja Nuran. Ngrita kokën dhe pash Aslin duke mbajtur një tort në dorë. Zoti e bekov 1000 herë. Ajo më futi brenda dhe më dha ilaçin. Nuk duhej shumë, vetëm 2 minuta më vonë. Atëherë them, Zoti na ruajt. Me qëra fjala, faleminderit përsëri për tortën. Ishte e shishme, lëpiva edhe gishta. Jo, shpirt, nuk e bëra unë, e bëri nëna e Aslës atë. Ajo vërtet donte shumë të takonte ty, po e thërras që ta takosh. Nëse është tu, doja ta takoj, ajo ka rritur një vajzë të mrekullueshme si Angel. Po e thërras atëherë. Asli e çoi Ozanin në spital pas aksidentit apo jo? Mos pyet, na erdhi shumë keq për atë djalë. Shpëtosh 2 jetë në një ditë. Zotër Jashar, ajo është heroinë e vërtet? Çfarë duhet të bëjmë për të, ndoshta t'i organizojmë çmim? Mos e merr mundimin, Berçin. Duhet të iki. Dhe nuk do të kthehem. A nuk e sheh nënën tënde? A nuk e sheh gjendjen e saj, Ozan? Dhe përveç kësaj? Po shkolla? Miqtë tu? Kje shumë kujtime në këtë shtëpi ti. Sa biseda të këndshme kemi pasur në oborin pas shtëpis. Apo i di, sa herë kemi studiuar në këtë tavolinë. Apo, sa shumë argëtoheshim duke bërë shaka me të rriturit, Ozan. Ne qeshnim derisa na dhimte barku. Pastaj na dënonin dhe uleshim. Dhe më kujtua një herë, ja fsheh qelsat e makinës babait tim dhe i shkreti i kërkoj për ditë të tëra. U zemrua shumë kur i thash se jam unë. Pastaj më fajsoi mua dhe nuk më dha asnjë para xhep për një javë. Ato kanë qenë ditë të bukura, por vërtet kanë mbaruar. Përveç kësaj, kjo nuk është më as shtëpia ime. Jo, nuk mund ta bëj. Nuk mund t'i marrë të gjitha aparatet tua dhe t'i shpenzoj për bileta koncerte. Ja, e lëll,
Por unë kam dëshirë, a e kupton? Ndoshta do të duhem për shkollë ose diçka tjetër. Lëri ato me një anë. Një herë tjetër të premtoj. Nuk dua të mburrem, por shpëtova 2 jetë dje. Njëri prej tyre iku pa mi hedhur syt fare, por kjo është histori tjetër. Por diçka kuptova, se jeta është bosh. Nuk ka asgjë. E ç'kuptim ka nëse nuk mund të dal dhe të argëtoje me kushërirën time, nëse nuk mund të kërcej? Ti thjesht thuaj po, dhe të shkojmë të blejmë ato bileta. Do të argëtohemi shumë, dhe do të jetë një fest për regjistrimin. Hajde. Mirë, në rregull, me qenë se po kam ngul kaq shumë, të shkoj. Pra kështu të dua. Minibusi ynë është kjo? Hajde. Hedie? Hedie, çfarë ndodhi e dashur? Noran, më duket se jam ftohur përsëri, nuk ndihem mirë fare. Zotri Tarëk erdhi dhe do që të të takoj ty. Thash të pim një kafe. Hajde pra, përshëndetje nëse do. Në rregull, por motor, unë nuk ndihem fare mirë dhe rrobat i kam shumë keq. E dashur, çfarë kanë rrobat e tua? Nuk do të dalin përshëndetje ne? Në rregull. Eja, përshëndetje dhe pastaj ktheu përsëri. Në rregull, vetëm sa të mbledh pak veten. Në rregull. Zotri Tarëk, ata bëjmë nga një kafe atëherë? Mos u mundo të lutem. Po që është ajo fjalë, çfarë mundimi? Si e pini kafen ju? Si që e pinë të gjithashtu. Si që pini ju, mos u mundo shumë. Si që pinë tjerët edhe unë do t'a pi. Tarëk. Në rregull atëherë. Ozan, të lutem mos e bëj, më dëgjo. Të paktën qëndro edhe disa ditë, të ulemi dhe të flasim. Të lutem Berçin. Nuk do t'ja shoh fytyrën atij tipit Mumtazit. Ozan, çfarë problemi ke ti? Çfarë problemi ke? Çfarë do të bësh ti? Unë po ik. Sado që u përpoqja nuk mund ta bindja. Ti ja përpiqesh të më vrasësh mua? Mjaft! Mjaft! Zonja se ka pira kafen, shpresoj të mos ketë problem. Më tha se i dhim të stomaku, po shkoj ta shoh një herë. Dereni, zonja Nuran. Do të takohemi herë tjetër. Po e pi kafen dhe do t'ik. Do të ndalem të shtëpia e Zhulidës ta shoh Ozanin. Zotri Tarëk, ju lutem qëndroni edhe pak. Ta shoh një herë aton.
Batu, hape derën tani? A nuk është ajo e jotja, ajo pranë Ozanit? Nuk është ende imja. Por pa merak, edhe pak së shpejti. Mua më duket mjaft larg që këtu. Vajza tashmë po shoqërohet me Ozanin. Mendoj se duhet t'i thuash mirupafshim dhe t'i lash duart prej saj. Mua ashtu më duket të paktën. Shiko çfarë bukuroshe. Më mirë të vdisja se sa të lija një vajzë kaq tërheqëse me Ozanin. Batu, tashmë e kam kokën daull nga koncerti. Nuk kam fuqi të dëgjoj edhe fantazitë tua. Po më qenë në shtëpi apo duhet të thras një taksi? Hajde, hip hip. Të është rudhur lëkura e duarve. Nga fshirja të vëllinave të lagura, ndoshta. Tavëllina të lagura? Ha, nga fshirja të vëllinave me lecka të lagura. Janë rudhur nga qëndrimi i gjatë. Por duart i ke shumë të bukura. Aslı, shikoj e këtë? A nuk i ka të bukura duart? Nuk duken si duart që kanë punuar. Po, më shumë si duar muzikanti. Pikërisht, a luan ndonjë instrument, ndonjë kitarë apo diçka? E po luaj nga pak mandolin. Po nuk jam aq i zoti. Më fal. Kërkoj ndjes. Me qëra fjala, ju faleminderit shumë të gjithëve. Pra për ndihmën me pastrimin. Nuk mundëm të shkonim në koncert, por unë u argëtova shumë. Sidomos ty, Jas, faleminderit shumë. As më zëzër me gojë. Ç'është kjo fjalë? Edhe ty shumë faleminderit. Të lodhëm shumë. Po s'ka përse. Ti më shpëtove jetën dhe në këmbim pasrova xhamat. Le të themi se jemi barazuar. Po vjen minibusi. Hajde ikëm ne. Do shihemi më vonë. Mirë pafshim. Po shkoj në shtëpi, mos do të çoj edhe ti diku? O, jo, faleminderit. Do të shkoj vetë. Në rregull, si të duash. Faleminderit. Mirupafshim. Shifemi. Më duhet të ikim më një herë që këtu. Duhet të kthehem në Izmir. Nuk mund të rri këtu ndërsa të arri ku është kaq afër. Po sikur të shfaqet përsëri. Po sikur të zbuloj se është babai i Aslit ai. E dje? Motër? Sinqerisht nuk do të pyes më se çfarë ke, sepse nuk po ma thua. Ti vetëm po më shmangesh mua. Jo, motër, nuk po të shmangem, jo. Është vetëm shkolla Aslit, Xhengizi dhe të gjitha këto. Prandaj jam kështu unë. Sinqerisht nuk ka asgjë tjetër me të vërtet. Qoftë për të mirë që të them. Sot çfarë do të bëj? Ozani është amanet nga Selimi. Së pari le të mbaroj shkollën,
Për mua kaq mjafton. Sigurisht, Shpirt, sigurisht, le të studioj. Pastaj është më mirë nëse qëndron këtu. Do ta kemi para syve tanë. Berçin? Bi në shtëpi qenë ke? Isha në dhomën time, duke studiuar dhe më zuri gjumi. Eja ulluni me nënën këtu. Unë ta mbaroj këtë artikullin tani. Nën, çfarë tha babaj? A do largoj Ozania apo do qëndroj? Çfarë tha saktësisht? Se së pari duhet të mbaroj shkollën, diçka të tillë. Ja ku po ta them. Ozani e do shumë babajn. E sigur se do ndryshoj mendjen për largimin e tij. Të shohim, asgjë nuk është ende e sigurt. Sidoqoftë, nuk dua të kaloj asnjë minutë pa të. Të lutem bëj që të qëndroj, të lutem. Atëherë, tregohu e zgjuar dhe binde djalin. Gjithsesi përpaksa nuk ja dola sot. A të them diçka? Ozani do të ndryshoj mendje për largimin me të vërtetë, nën. Ozani do të ndryshoj mendje për largimin. Nëna ime, të dua shumë. Në rregull, prit. Oj, nejse duhet t'i telefonoj Ozanit. Të pus shumë. Ai faqet mu varën. Ai, vajza çmendur. Mos e turpro të rëshikimin e babait tënd. Mbaroje shkollën. Bëhu avokat i mirë. Mblidhe veten, të lutem. Këtu pra? Jo, Jashar, aty është për dhimbje koke, jo për humbjen e oreksit. Prit, tani zbrit një gisht? Tani shko pak djathtas? Këtu pra? Aty, fërkoj aty. Ta shohim nëse do të më pritet oreksi. Si do ta kuptojmë nëse të është prerë oreksi? Ai, me të vërtet, si do ta kuptojmë nëse më është prerë oreksi? A duhet të mendoj për diçka që kam dëshirë të ha? Mendo për kadajf me harra, me sherbet dhe të jetë krokante. Ai, Jashar, më hajt shumë kadaif mua. Ky trajtim s'po më bën fare efekt mua. S'ka gjë Shpirt. A fole me Hedien me qëra fjalla? Pse është ka që heshtur? Sinqerisht as mua nuk më thot asgjë ajo. Ne erdhëm. Mirë se erdhët. Babaje? Nën? Erdhën zemrat e mia. Si kaloi koncerti? A kaluat mirë? A ju pëlqeu? Nuk mundëm të shkonim. Përse? Se kishim diçka tjetër për të bërë. Mos. Për edhe një qfarë mirë që u bë kështu, u argëtuam shumë. Apo jo kusherir? Fiks ashtu, ishte e mrekullueshme. Pra, pasi thoni kështu, ashtu do të jetë. Ku është nëna ime? Kishte një kokëdhimbje të madhe ajo, ndoshta është thrirë tani. Unë po shkoj ta shoh. Nan, urdhro Shpirt. Ashtu, a ka diçka për të ngrënë? Unë jam shumë e uritur. Ka Shpirt, ka, në fërgërfer ka kadaif. Zot, desha të them ka fasule. Por ngrohi Shpirt, nuk hajnë të ftohta ato. Në rregull, unë po i ngroha atëherë. Mimtas, e di që Ozani e do të arrikun si kur të ishte xhaxha. Ai do ta dëgjoj vetëm atë. Shpresoj e dashur, mos u shqetëso. Mirë që të paktën ja dëgjon fjalët dikujt. Shpresoj. Mimtas, të jesh në situatat e tilla është kaq e vështirë. Fëmia yt nuk të del kur nga mendja. Çfarë hëngri? A e shqetëson diçka? Po sikur të sëmuret. Po sikur të vi dhe të qëndroj këtu para meje. Sikur e dashur. Sikur. Ozan? Ozan? Jo. Të lutem. Ta marrë çantën, Shpirt. A ke uri? A mund të qetësohemi pak? Mirë se erdha, Ozan. Kam disa lajme për ju.
fakt lajme të mira për ty. Por për ty lajme të këqija. Në fund e vendosa. Do qëndroj këtu. Do të kthehem në shkollë, do studioj, do diplomohem. Ashtu si donte i matë. O, Zot, faleminderit. Do t'jetë pak e vështirë për ty, por do t'a kalosh dhe këto. O zan shpirt, ajo që ka rëndësi për mua është lumturia e nënës tënde dhe lumturia jote. Kur ju jeni të lumtur, edhe unë jam i lumtur. Nëse për shembull askush zoti besoj më këto gënjeshtra. Gënjeshtra që thua, shpifje që përhap. Nuk do të lejoj që të manevrosh me jetën që ndërtoj i matë. Ke për të vuajtur shumë imtas, shumë. Gjithsesi, le të flasim për këtë pak më vonë, në rregull, shpirt. Hajde të shkojmë në dhomën tënde. A vërtet? Edhe unë që po pyesja vetëm se Ozani e thërreta atin në emër. Pra, zotri Mymtaz është njërë kujti. Po. Nuk shkojnë mirë fare. Mendoj se kjo është arsyeja pse ai ishte larguar për kaq gjatë. Nuk jam e sigurt, por ai është mjaft i zemruar me nënën e tij. Tani e kuptoj arsyeën e sjelljes së tij on. I acaruar, rebel, indiferent. Pikërisht kushërir. E po, s'ka gjë, të mos lodhem kokën me problemet e të pasurve. Megjithse duket se nuk do ta lësh këtë temë, por Si ashtu? nuk e di pra. Kemi folur për Ozanin që kur hipëm në minibus. Ozani. Jo, shpirtim, ç'lidhje ka kjo? Pyeta vetëm sepse isha kurioztare aq. Pra, unë e kuptoj në fakt. E po ishit ullur bashkë gjatë gjithë kohës. E kuptoj pra kushërir. Ja, ai pësoi aksident me motor. Pastaj gjithçka që ndodhi gjatë regjistrimit. Mos bëj sigur nuk i di këtë gjëra. Mos më fol sigur të kishe diçka të veçantë. Dhe pastaj shiko veten ti. Kishtat e tu janë ashtë delikat. Shumë faleminderit, Jaz. Pra, djali donte të ndihmonte? Pse po tallesh me të tani? Unë nuk po tallem me Jazin. Unë po tallem me ty. Dhe nuk ka asgjë për të tallur me atë pra? Apo jo? Ai është i dobishëm, i përullur, ka gishta delikat, dhe pastaj është djali i varfër. Ky është një detaj shumë i rëndësishëm. Shikoje këtë! Hakmarje, ë? Do të më pyesësh diçka për Ozanin gjithsesi. Unë do të të pyes, për Ozanin. E përse do të të pyesja diçka për të? Po. Ashtu pra shpirt, as nuk më intereson fare. Hajde mua më flijet. Hajde të flem. Natën e mirë. Natën e mirë. Berqin? A të kujtohet? Syze që i mbajnë në gjimnas. Ullin bito dhe u thyen ato, pastaj ngjitën bashkë me shirit ngjitës. Më kujtohet, Berqin, më kujtohet. Po ti nga dole tani, si e di që isha këtu? E po, kur dëgjova se u ktheve ti, thash të kaloja. Në fakt të telefonova, por ndoshta e ke telefonin pa zë. Kam qenë i zënë, Berqin. Në rregull, shpirt, një hamendësim ishte. Dhe, sipas babait tim, ka shumë mundësi që ti do të qëndrosh në shkollë. E po, kështu duket tani për tani. Super. Shumë mirë. Do të jemi të gjithë bashkë. Është e mrekullueshme. A e mba mend ditën që hoqa syzet dhe vura lentet e kontaktit? Kur më the, o zot, sa e bukur dukesh Berqin.
Në fakt e mbaj mend, Berçin. Thashë duke shë më mirë. Aman edhe ti shpirt, një lloj është. Nejse, Berçin. Tani po më bëhet vonë. Po vi pak brenda. Në rregull. Unë jam shumë e lumtur që do të qëndrosh ti. Miru pafshim. E shikoni atë bukuroshen atje? Do të jetë kunata juaj e ardhshme zotrin. Cila? Ajo që rri vetëm atje. Do të jetë në krahët e mi sot ose nesër. Nëse aksidentalisht dikujt i lind një ide, ju vras në rregull? Nga shtëpia. Faleminderit. Çfarë po shikon ti aty? Unë duhet urgjentisht të gjej një punë. A nuk ka ndonjë punë me kohë të pjesshme që të më ndihmosh ta gjej? Pra sipas meje, nuk ke nevojë të punosh. Nuk po vdes uria dhe nuk je pastre. Përveç kësaj, së pari mësohu me ankaron. Mësohu me shkollën, dili rreth e rrotull, pastaj nëse ke nevojë mund gjejmë diçka. Si thua, në rregull? Aj, pastaj Pelin, pastaj hande shpirt. E kuptova. Po të dëgjojmë Berçin? Po ju shpjegoj. Ozani erdhi tek unë. Dhe e dini se çfarë më tha? Berçin, ato kujtohet. Sa bukur dukesh kur i hoqja atë syzet e? Ato kujtohet? Sigurisht duar dhe këmbët filluan të më dridhe që nuk dija çfarë të bëja, unë ndiva pak i turbulluar, por u pam gjatë. Më sy, pastaj thash, "Oh, Ozan, nuk e pas ke haruar." Edhe? A i dini çfarë thaj? Nuk do të haroj. Kështu tha, karakter të tillë ka ky njeri. Ua, pra i qenë ka këtu tani. Uri me vajzë, sinqerisht. Ja ndërova mendjen Ozanit brenda 2 ditësh. Mendova se nuk do të vinte më në shkollë. Bravo vajzës. Kujt bravo i thua? Ajo vajza që rri atje? Ajo dhe Ozani duket se kanë diçka bashk. Edhe dje ishin bashk. Një takim me nënën u bë i domosdoshëm. Ë? Story po të them, ke postuar një foto të neveritshme. Çfarë është kjo? Cilë? Jo, nuk ka rëndësi nëse është nga dritarja apo brenda si të jetë. Po, nga Ankaraja në Izmir sonte në orën 10 të mbrëmjes. Jo, thjesht nuk mund të vi një orë më parë. A nuk mund të vi gjysmë ore më parë? Do të anulohet. Në rregull mirë. Faleminderit. Më duhet të largohem që këtu para se të përballem me ta rëkun. Ozan? Hajde edhe ne ishim ullur. Po takoja dikë dhe... Pelini dhe Hande sapo ngriheshin, apo jo vajza? Miru pafshim. Shihemi në klasë atë herë. Si e? Si janë gjërat në shtëpi? A do mund të mësohesh? Po mundohem që t'ja dalë disi Berçin. Kanë pranuar njerëz shumë të çuditshëm në shkollë këtë vit. Ishte një vajzë me flokë të gjatë të zinj, sudaneze, a e ke parë? Jo. Për shembull, edhe vajza në atryezë është shumë e çuditshme. Unë e njoh. Të duket e çuditshme? Më duket pak si ndryshe mua. Duket si e përhumbur. Më duket se duhet të qëndrojmë larg, por nuk e di. Jo. Unë të thash që e njoh. Është një vajzë shumë e mirë.
punë të mbarë. Faleminderit. Po kërkon punë. E po, nëse dëshiron mund të të ndihmoj. Unë kam rreth shumë të gjërë. Atëherë uluni me dikën nga rrethi juaj. E shihni, unë jam shumë e zënë. Do ta ndjekësh nëndën e babait tim? Po. Çfarë lloj pune kërkon? Me kohë të shkurtuar. Mund të jetë punë pas shkollës. Punë nate nuk e di, mund të rregullohet diçka. Punë nate? Ne për shembull mund të shkojmë në kinema. Prej atje shkojmë në breg të liçenit të ham dark. Ushqimi dhe rruga janë prej meje. Hej, prit, në rregull. Po bëja shaka. Thjesht po përpiqem të kuptoj se çfarë lloj personi je. Largon nga rruga ime. Mirë që so po bëj shaka, ulu këtu. Mos më prek. Vajs, pse po vërtet si njeri? Mos më prek mua. Të pëlqeu? Faleminderit e dashur. Është dhurat nga këshilltari i zotëriet tem. U takuan me Memtazin në një festë para disa ditësh, i pëlqyem shumë. Piktura është një artist hungarez, a nuk është e bukur? Hungarezët janë të mirë. Sa bukur. Unë i them Tariku të shkoj të bëhet shok me dikë, dhe ai zhduket me njëherë. Na falni, por është pak edhe i egër. Jo. Sibel, Tariku është shpirt njeriu. E dua shumë dhe nuk mund ta falenderoj sa duhet për nderin e fundit që më bëri. E din apo jo? Falti Ozani u kthye në shtëpi. E mora vesh, po e mora, më tha Berçini, Ozani u kthye, më tha. Ta shikoje se çfarë gëzimi kishte vajza jon. Ozani ashtu, Ozani kështu. Ç'mendoj ti? Shpirti im. Vetëm të më kishe parë mua ti. Sibel. Kam frikë se në çdo moment mund të ndodh përsëri diçka, do të inatose dhe do ik. Nga ana tjetër zemra ime po gufon nga gëzimi. Djali im u kthye në shtëpi. E shtrenjta ime, ai të kuptoj unë ty. Në fakt, nëse do të kishte diçka që do ta lidhte këtu, nuk do të largohej kurrë. Do të qëndronte gjithmonë me ju. Si Berçini për shembull. Për shembull. E dashur, folëm një herë për këtë punë. Unë nuk dua të përfshihem në këtë çështje. Pastaj, edhe Berçini edhe Ozani janë ende shumë të rinj. Julide, ne ishim më të rinj se ata kur u martuam. Ishte kohë tjetër ajo, ne e dinim se çfarë donim, ishim me këmbë në tokë, të rinj sot janë krejtësisht ndryshe. Shiko, mos më keq kupto. Ti e din se sa shumë e dua Berçinin, edhe Ozani e do atë shumë, e mbron, kujdeset për të. Por jo. Po ndërhyn në jetën time, më thot dhe largohet, nuk e përballoj dot. Nuk mund të përfshihem unë në këtë. Nuk po them se duhet I detyrojmë të martohen. Nëse është e shkruar, do të ndodhë, nëse jo, jo. Unë mendoj për Ozanin tënd, e dashur. Prita shoh? A ta loj me krem apo me diçka? Qa kremi Berçin, jam mirë në rregull. Ozan, unë dua të të pyes për diçka, por kam frikë të pyes. Atëherë mos pyet Berçin, mos pyet më. Por jam kurioztare. Ty... A të pëlqen ajo vajzë? Çfarë? U hodhe përpjet pa prit mas ashtu, e godit e batun pa u menduar fare. Dhe për më tepër u solle sikur ai po bënte diçka të keqe vajza që të pëlqen. Dhe pastaj kur the se është njeri I mirë, se e njeh. Çfarë lidhje ka kjo tani Berçin? Në një idiot të ngasmon një femër në mes të ditës dhe unë të rrit tani edhe vetëm ta shoh? A do ta kishe bërë nëse do të ishte dikush tjetër? Do ta kisha bërë Berçin, do ta kisha bërë. Sido që ti jetë, askush nuk mund të ngasmoj një femër në syrin tim. Dhe nëse e bëjnë do të marrin atë që meritojnë. Dhe përveç kësaj më shpëtoi jetën. Ja kam borç jetën. Për çfarë shqetësohem unë, për çfarë shqetësohesh ti Berçin? Boll më. Ja, mirë, në rregull, po bëja shaka. E thash ashtu kot, mos ma vër veshin.
Ej, djem. Hajde, shko. Prit, më lër të vi me ty. Do të them se je i pafajshëm. Mendoj se do më thërasin më vonë. Saktësisht 1 orë e 24 minuta. Thesh në shkollë pas kaq shumë kohësh dhe nuk të desh as 1 orë e gjysmë që të bëje skena dhe të paraqiteshe para komisionit disiplinor. Urime, Ozan. Ku është flërimi mtas? Jeta është e shkurtër. Mendoj se edhe ti duhet të ndalosh të folëri me këto budalliqe. Ozan, të lutem. Kjo është administrat. Ishte kur babai im ishte gjallë, Xhaxhi Tarik. Dhe tani është vetëm një depo bosh. Tani, mund të të përjashtoj nga kjo shkollë në këtë moment, por falë Zotit. Ka disa gjëra këtu që i dua shumë. Ndërsa unë mund të të hedh nga jo dritare. Ozan. Po lutju Zotit, që Xhaxhi Tariku është këtu. Ozan, mjaft. Mblidhe veten për çfarë folëm djem thuaj. Mimtas qetëso edhe ti tani. Pati një incident të pakëndshëm midis të rinjve, ju lutem mos e çoni deri në pikën e përjashtimit. Asla, qetësohu pak të lutem? Ej, Lyl, dëgjo, ky djalë do të më fus përsëri në të lashe. Shiko se çfarë bëri ai? Madje që javën e parë. Pra vajza, nuk më takon mua ta them. Po nëse situata është si që përshkruan, po sillesh pa drejtësisht me atë djalë. Ja, unë doja të largohesh as qetësisht, pa zhurmë. Kurse ai pa thënë asnjë fjalë, bum. E shtriu për tokë njeriu. E po, dhuna nuk është të dëgjue mirë. Por ndonjëherë duhet t'i japësh dikujt që meriton. Unë të thash ty që në fillim. Të thash, ky djalë është jashtë kontrollit. Krejtësisht jashtë kontrollit është. Nuk do të bëj gjë tjetër veç se të lëndoj ty. Të thash mos ngatrohesh apo jo. Djali i pasur pra. Ku nuk merr ato që do, është arrogant, është normale. Në fakt nuk është e drejtë të reduktosh të gjitha tek parat. Në fund të fundit kush mund ta bëj këtë? I pasur apo i varfër, nuk ka rëndësi. Më shiko këtu djalësh. Çfarë do që të bësh, jabon vetvetes. Do të rrezikosh të armën tënde, kupton? Atëherë çfarë po bëj unë këtu? Nuk më thirrë këtu sepse shqetësohesh për mua. Duhet të ketë diçka që të shqetëson vetë ty. Ajo që bëre është një shkelje e rëndë disiplinore. Atëherë më jep dënimin, shkruaj në dosje. Një djalë huligan sulmoi dikë që po ngasmonte një vajzë re në mes të ditës. Prit, nuk mundesh apo jo? E pse jo? Sepse nuk ka kur sherr apo incident në shkollën e Mumtazit. Nuk të levërtis apo? Ozan, çfarë do që mendon ajo? Ajo që bëre është ligjërisht e gabuar. Kjo çështje do të mbyllet. Por nëse ndodh përsëri, nuk do t'jem më në anën tënde. Shpresoj të jetë paralajmërimi i fundit. Nëse nuk po e di këtë shkollë është vetëm për shkak të Xhaxhi Tarikut. Këtë duhet ta dish mirë. Nëse kaq kishe po ik. Je i lirë të bësh çfarë të duash, Ozan. Do të flasim në shtëpi.